O, qenë ka radha e kopshtit. Sigurisht shijojeni. Shijojeni ditët e fundit me më të bukur. Mirë se erdhe, Eylül. Mirë se erdhe bia ime. Mirë se u gjeta. Çfarë keni bërë njerëz të mirë? Për zotin e jemi mirë. Por vajza ime erdhi pak e gëzuar sot. Çfarë ka ndodhur? Jo shpirt si gjithmonë. Le të themi se bëhem më e lumtur kur ju shoh juve. Hajde, unë po shkoj t'i ndroj rroba dhe do të. Hajde, ndërrohu shpirt. Eylül, Baba? po mëson bia ime? Jo shpirt, çfarë mësimi? Unë në fakt po shikoja shënimet e Aslët. Çfarë ka bërë, çfarë ka shënuar. Edhe ashtu më ka ardhur gjumi, po bie të flemë. Hajde, fli tani bia ime. Vajza ime më e bukur. Një ditë edhe vajza ime do të studiojë në universitet. Do të diplomohet dhe do të arrijë në vendet më të mira, dash Zoti. Dash Zoti. Natën e mirë, baba. Natën e mirë. Jas? Ende po mëson apo jo? Mos e fallxor ti, nga e dije. E mora me mend. Është vonë. Nesër duhet të shkosh në provim pasi të kesh fjetur. Eylül? Aty je? Ashtu. Jas, unë të falenderoj shumë, Për çfarë? sepse po të mos ishe ti nuk do të kisha guxim të hyja në këtë provim. Nuk do të kisha besim edhe tek vetja. Shiko. Nëse ti nuk do kesh besim te vetja, atëherë mendoj se askush nuk duhet të ketë. Unë nuk bëra asgjë. Vetëm nxorëm në pa dëshirën tënde për të studiuar. Është vonë. Hajde flitash. Në rregull. Natën e mirë. Natën e mirë. Nën? Unë po dalë. Do të vonohem pak, mos u shqetësoni. Nga dolën këto kthime të vona? Nën, kafenia ka shumë punë, pra nuk ka arsye tjetër. Tani ne nuk do të shkojmë ty për 2 ditë, apo jo? Çfarë të bëjmë bi? Duhet të shkojmë. Mjeshtër Hasani është më i madh ndër ne dhe sapo ka kaluar një operacion të rënd, nuk po shkoj larg. Kur të kthehem, do të sjell edhe karamele. Oj. Por, me çokoladë. Në rregull? Në rregull. Mirë, tani unë po shkoj. Baba, ki kujdes. Nën, shihemi. Shihemi shpirtim, punë të mbar. O, zoti ma thruaje nga syri i keq. Kohët e fundit ka qenë shumë e gëzuar, apo jo, Jashar? Vajza ime e dashur, qoftë gjithmonë e lumtur. Shpresoj. Ai, A je mirë? ai, ashtu. Mirë, ja, mirë, s'ka problem, por... Por, ja, mendoj se nuk do t'ja dal. Nuk do t'a bëj dot. Nga emocionet me jam pirë duar e kam haruar gjithë shka. Ashtu, shiko. Qetëso, lutem. Më beso do t'ja dalësh. Sa po t'hysh në provim, gjithçka do t'kujtohet.
Frika nuk të shpëton nga vdekja. Nuk e arsye për të friksuar. Hajde tani. Me këmbë të lehtë, Shihemi. shihemi. Hajde urime, si shkoj? Shkoj keq? Ishte shumë e vështirë. Prit 1 minutë. A me e bëre, apo jo? Po, shkoj mirë. Vërdet! Ashtu, thanë se rezultatet do dalin në mbrëmje. Shumë mirë atëherë. Hajde t'ikim. Në rregull. Do të marrë shënimet e leksionit nga një shok dhe kthehem. Unë kam studiuar pa këtu. Duhet jem pranë telefonit kur të vi përgjigja nga kursi. Përbesu nuk e di si do të pres deri atëherë. Dëgjo, më mirë të mendojmë që tani se do ta festojmë. Shihemi. Shihemi. Ju lutem. Mirdita, po telefonoj për rezultatet e provimit. Po, kam telefonuar edhe më parë. A janë shpallur rezultatet? Eylül Ugurlu është nxënësja. Është kualifikuar për bursë të plotë. Si nuk është kualifikuar? A jeni të sigurt ju? A mund ta kontrolloni edhe një herë? Shihemi.